Ndodhemi momentalisht në ambientet brenda kishës së Shën Todrit në Arës, në qytetin e Lushnjës, për të parë më nga afër detajet si jashtë, por edhe brenda saj. Kisha e Shën Todrit në fshatin Arës të Lushnjës është në rrezik shembjeje. Alarmi në strukturat shtetërore është dhënë prej vitit 2019, por deri më sot fondet për ndërhyrjet nuk janë dhënë. Çatia është shëmbur pjesërisht. Muret kanë rënë duke prishur një pjesë të pikturave, ndërsa lagështia dhe myku po gërruan strukturën e mbetur në këmbë. Besimtarët ortodoks të zonës, për shkak të problematikave që shfaq objekti kultit, rritjet fetare po i kryejnë në vende të tjera. Me ndërhyrje, me kërkesat të shumë hershme dhe me publikimin edhe në media, me ndërmetimin e zëvendës kryeministres zonjës Belinda Balluku, në momentin para 2 muajsh, apo 3 muajsh, nuk jam shumë i saktë, mos të përmendim me datat të sakta, u bë e mundur ardhja e ekipit të inxhinierëve projektuesve të Monumentet të Kulturës, rivlerësuan gjendjen dhe nga informacionet e sakta zyrtare që unë kam nga ana e Monumentet të Kulturës, është që është miratuar ose rimiratur projekti i vitit 2020. Shpresojmë në momentet më të shpejta që kjo kishë të filloj restaurimin e saj total, sepse unë edhe në Monumentet të Kulturës, edhe në Mitropoli, edhe në Kryepiskopat, kam ngritur zërin që dimri i ardhshëm nuk mund ta gjejnë në gjendjen aktuale, sepse po të merrni pamje dhe të shihni që atje ishte gati drejt rrënimit dhe dimri siç dihet vjen me lagështirë, me fshira, dhe në rast se në dimër kjo do hyjë në këtë gjendje, atëherë ngelet të presim nga moment kjo kishë me vlera historike, me vlera arkitekturore të shkatërrohet.